Në vitin e parë gjimnaz, diçka ndryshoi tek unë. Ndjeja se interpretimi përveç bukurisë edhe thellësisë së saj, nuk po më jepte më atë se çfarë unë kërkoja. Pianoja normalisht më jepte mundësinë të shpreja emocionet përmes interpretimit, por brenda meje ishte diçka që donte të fliste me një tjetër gjuhë. Momentin që preka lapsin dhe fillova kompozimet e mia të para pianistike, aty më pas çdo gjë ndryshoi. Fillova të shkruaj, të krijoj tingujt e mi duke ndërthurur teknikat bashkëkohore me motivet tona tradicionale, e që nga ai moment kuptova se kjo ishte ajo se çfarë unë dua. Kuptova se kompozimi të shkruarit muzik po më jepte mundësinë të krijoja botën time muzikore. Dhe kështu vendosa të vazhdoj studimet në Universitetin e Arteve në degën e kompozicionit me profesor Aulon Naçi. Aktualisht vazhdoj studimet në Universitetin e Arteve dhe njëkohësisht jam përfaqësues i studentëve të Fakultetit të Muzikës si dhe antar i Senatit Akademik të Universitetit të Arteve. Gjithashtu dua të shpreh mirënjohjen time për pedagogët dhe drejtuesit të Universitetit të Arteve, të cilët kanë qenë mbështetje vazhdueshme për mua dhe në veçanti dua të shpreh mirënjohjen time për pedagogun tim të kompozicionit profesor Aulon Naçi, i cili ka qenë dhe është mbështetja ime më e madhe.